Të dashur Zagar e Zagarica, sot do të merrem me ju. Do t'ju shpjegoj kush jam, pse jam ky që jam dhe kush do t'jem. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të ta ngjellim në analizë. Shkojnë analizën e radhës Zagari. Ja pra miq të dashur, na dul një Zagar i ri që ofendon ma shumë se gjysmën e popullit të Kosovës, mbi gjitha kryeministrin. Ky është turpi i botës, miq të dashur. Mirë po të na thoni fjalë popullore, ai myti kqyr me të myt, pasi që nuk mujti më bë deputet, ka ardhur prej Amerike, nuk mujti më bë deputet, tash del e na fyn e na ofendon. Pa marrë parasysh se kinse e pas kanë shahur në rrjetet sociale. Unë nuk pe njoh, nuk pe di kush është, as që po du me dit kush është, se unë me Zagar e Zagarica nuk rri, as nuk du mi njoft. Kështu që miq të dashur, ju lutem, shkojmë të dëgjojmë videon e të diskutojmë së bashku, se ky është merri i botës. Kjo është përçarje. Ky Zagari i AK-s ka dash më bo, po s'ka mujt. Për këtë arsye edhe del edhe le tamam sikur klysh i Zagarit. Se edhe nuk ofendoj, nuk po du me ofendu sikur ti. Klysh i Zagarit. Shkon dëgjoj vete se çka ke thonë. Turpit më loft. Shkojnë miq. Ti tregojmë ti klysh Zagarit se çka ka thonë. Sot nuk do t'jam modest dhe do ta heq atë petkun e qenerit intelektual, sepse du të flas me ju, me gjuhën që ju kuptoni. Shikoni të paftyrë. Unë nuk po ja ushaj nënat juve, se nënat tuaja mund të jenë shqiptare si kur e imja. Prandaj nuk po ja ushaj. Është jetë e turpshme dhe mua më vjen marrë kur e shoh se çka flisnin në rrjetet sociale. A keni ftyrë, a keni dinjitet, a jeni shqiptar ju? Po ignorant, çka them më herët ti? Çka është Zagar e Zagarica, ta marrov Zoti ftyrën. Edhe nuk po të fyj. Reciprocitet. Tregoj popullit o Zagar, o klysh Zagari, nuk është e fyj me kjo? Tregoj popullit, a është e fyj na jo? është merë, çka ke nxjerr për gojës tone. Nëse të ofendon dikush, diçka ke bo. Në këtë mal, nëse djeget diçka, del tim, aty diçka djeget. Apo nuj, atje, ndeti, pa shiko. Nëse diçka gurgullon, aty diçka përbohet. A një rand, a klysh Zagari. Nuk qanë kërkush për kur gjuh. Unë nuk jem për me sha, absolutikisht, as e përdori këtë gjuh heq fare. Po ja që ti më detyrove, jo me të venduhe, vetëm reciprocitet. O klysh Zagari. Shkojna miq. Po në qoftë se unë e tham një të vërtet për Albin babën e juj. Prit, këtu, është edhe baba jit. Babi im, babi jit. Por, klysh Zagari, bab politikisht. Klysh Zagari, bab politikisht. Ti e kupton shumë mirë. O, klysh Zagari, ti e kupton shumë mirë. Apo klysh Zagarice, që përdu ti, në fillim që the. E kupton shumë mirë që thejmë na bab. Kështu që, ku nuk din, vet. Unë e di që ti e din. Po kjo është propaganda juaja. Nuk duhet ju djekë deri në ato përmasa sa që ju të më thoni mu kjellë serbit, ta kanë bo kështu nanën Serbia. Jo, neve nuk na djeg. Absolutikisht, ka pse më djeg. Mu më djegu për gjuhën që ti, njeri shkollum, që spjegove, se këta nuk e kanë dëgju halamisht e mi, ti si njeri shkollum, ti me fol këtë gjuhë, është absurde. Kjo më shtiju me bo, jo që më ka djeg diçka, absolut jo. Po kjo më shtiju me bo këtë video për gjuhën tonë. Ti më bo deputet i Kosovës me këtë gjuhë, me këtë mendësi. Për ata e ku je, o klysh Zagari. Jeshka Jeranković, shikoni debila, unë jam
shqiptar 100%, atje ku kam lind deri ton vetëm Shqiponia ka pas. Çfarë Shqiponia me bataria? Hamar Klish Zagari, një vend ku lind Shqiponia, një vend ku e Shqiponia, nuk i fol të fjallë. Një burri ati vend nuk i fol të fjallë, o Klish Zagari. Shkole atutje. Dhe, po ju të regoj veç pak. Unë si nxënës si shkollës mesme, çdo gjë që kam rrinë jetën time, kam rrinë me punë. O kuj s'po intereson o Klish Zagari. Këto, si intereson jeta jote, kërkujnë absolutikisht hiç, se jetën tonë të regove me fjallët e para. O Klish Zagari. Si 17 vjeçar kam punu në ndërtim të ri për siguru bukën e familjes. Si gjithë Kosova, si kretë Kosova. Kështu që mos e viktimizo, se nuk shqitem. Baba im ka qenë mësues dhe ka pas 12 fëmijë. Për babën tonë respekt, më mirë baba çfarë Zagari pas kalon. Këto probleme. Për babën tonë respekt. Më mirë babë çfarë Zagari pas kalon. Me të vërtet të merë. është të merë. 6-6. Jemi një skuadër luftarake e gatshme në çdo situatë. Kështu që Si kretë Kosova. Kretë Kosova është e gatshme për çdo situatë. Kështu që mos më bërë me këto se nuk shitet. Prap, o Klish Zagari. merak mund të vini dilni përballë kur doni. Nuk është e lashe kjo punë. Ose me që jeni tepër tull, të ignorant, të idiot, mund të shanit, vazhdoni të shani në për rrjetet sociale. Nuk kemi nevojë me të shoh. Absolut. Zagari shan vetën vetë. Ja pra, në këtë rast ti. O Klish Zagari. Për çka u marrë me ty, populli, për çka më të ofendu? Nëse ke bo diçka ti e din. Nëse djeg ti e din. Ku ke ti Klish Zagari, kur ofendu Albin Kurti, parlament, të i thirë Ramushi sërb, po në me sërb. Ku ke o Klish Zagari ti? Ku ke o Klish Zagari ti kur o dhanë 8.000 hektar që e septoj tokën? Ku ke o Klish Zagari ti? Kur i falke ka 50 milion për pikë qefi, o Klish Zagari? Apo Klish Zagarice? Ti pithu këto fjallë, jo në fjallë tua për recitoj. Ku ke ti o Klish Zagari? Ku? Ti po do me fol për Albin Kurtin, që ky i kthej, e nuk i shiti, o Klish Zagari. Shkojnë amiq? Po mu nuk me ndalin sharje të fyrje, sepse unë e di misionin tim. Ne edhe në luft ishim, pakic. E dini misionin tim. Çlirimi i Kosovës dhe ja arritëm. Edhe ta I kretë Kosovës, jo joti. O Klish Zagari, i kretë Kosovës, jo joti. O Klish Zagari, se një mësu jo, jemi. Unë. Jo Klish Zagari. Çlirimi i Kosovës i përket këtë Kosovës, jo ty. Apo jo disave. O Klish Zagari që dërë me përfitu prej Kosovës. Shtenin kokë në ere për gjithmonë. Mësajve dhe thmive t'juj. Apo thmi stonë këtë aspekt. Jo Klish Zagari, nuk t'lom na mu shit për heroj. Na, heroj ka këtë Kosova. Tonë kena dhonë ka pak. Dikush ma shumë, dikush ma pak. O Klish Zagari. tani këto sharje fyrje nuk do të ndalin. Natyrisht, flas me ju debil që keni profile reale. Me ju Zagarica që keni emra mbi emra. Nuk flas me ata anonim që i paguan. O Klish Zagari, unë e kam profil original. O Klish Zagari, unë s'kam ofendu as njëherë, as nuk ofendoj as ty, as kërkon. Thesht, ti gjuj ftyrës. O Klish Zagari. Që as po t'njo, as po du me ditë ku që jes 5 pare që je për atë punë. Unë veç t'i qes ftyrës, o Klish Zagari. Reciprocitet, me fjallë tua. Jo të tërë.
s'po të ofendoj, mos e bo zot. Nuk mira me gjuhë tonë nëne. Vetëm nuk mira me gjuhë tonë, çka ti mendon, çka ti thu. Unë po bëj reciprocitet këtë aspekt, se pe meriton. Partia anti-shtet në pushtet me mijëra euro vetëm për çfarë fyer me qindra mesazhe brenda një ore. Nuk po flas me ata, nuk harxoj kohë. Po del tim diçka po t'jegët. Mbajnë men këtë fjalë. Diçka ke bo. Pa hangër hudër eras vjen. Shkojmë. Nuk po ju tregoj kështu. Jam shpen Gjocaj. Kam lindur në Junik. Jam rritur në Junik dhe Gjocaj. Jam shkolluar në Gjakov. Jam krijuar në Gjakov. Kjo në rregull. Kam qenë udhëheqës i studentëve, kam qenë luftëtar i lirisë, kam qenë prori UÇK-s. Gjithçka në jetën time kam rritë pjesën time. Jam djali një babe mësues që i ka shërby vendit 43 vite. Një mësues që ka qenë si nxënës normales i burgosur. Një mësues që ka dashur me hangër në çdo kohë, sepse nuk pajtohej me Edhe njerë po thomë, tash pezbosi nderum. Mirë baba, po këthejna në reciprocitet, qëfar zagari pas kalon, qëfar klish zagari pas kalon. Për sy të bonit po vjen shumë keq për prindit tënë. Po mirë aj, qëfar klish zagari pas kalon. S'po të ofendoj, se s'ofendojnë. Po për foli me keqardhe. Keqen për vendin. Një mësues që ka guxuar thotë i kam 6 djem dhe 3 fali lirisë së Kosovës në kohën e luftës, që se ka larguar s'kën nga vendi. Sikret Kosova, gjithë kush ka dhonë, 3, 4, 5. Por atë dhe, këna pas bërqë. Ta shqa po dënë. Më zdashën e ka rinjë parlament. Jam djali një nënë që ka gatuar bukë për UÇK-n me qindra bukë brenda Si shumë nona tjera. Mos e viktimizo, si shumë nona tjera. Nuk ka vetëm nona jote. Po mjera e non çfarë klish zagari pas ka bo. Mirë ajo non çfarë klish zagari pas ka bo. 30 vjet. Ata që kanë kaluar ka një baqe me arra atje, ata ushtarë të lirisë që kanë qenë mbi 200-300 një herësh. E nëna ime në atë kohë ishte e re për vete dhe gatuan të bukë më shumë se një forë që mund gatuaj sot. Ato bukë që një po gace. I nxjerrte për minuta, për sekonda. Është ajo nëna ime që ju e shani më të fliqur, më të pandershëm, më të paftyrë. Është ajo nëna ime. Une ti pandershëm i paftyrë, une plotësisht pajtona, nuk ka nevojë me shas me ofendu, une publikisht nga Oslo e Norvegjisë. Unë jam Dangelli, i lindën e rritur në Vushtëri. Jetoj e banoj në Norvegji, në Oslo të Norvegjisë. A kitë kjordë ndërum. Kështu që unë e bëj thire pikë tujt, nuk ka nevojë me ofendu kërkon. Por ti, djali një shkollumi, kur ti pe mon vete me shkollë, kur ti ke punu në arsim, ti po ofendon, çka pret? Pe tjerve. Kështu që shkojnë amiq? Ime që ka larë edhe gjakun e djalit saj për një orë. Ka pa gjymtyr, fëmijë. Si shumë nona tjera. Por djali 20 vjeç kur e ka Si shumë nona tjera, si shumë baballar tjerë. Mos u viktimizo. Mos u viktimizo. Borçja kena pas Kosovës. Borçja kemi, borç do t'ja kemi. U kry muhabete. Kështu që nuk kem nevojë me luftu për këta se pi bie diçka sikur po don diçka. Albin baba ka këtë fjalë. Për vend tonë ke luftu. S'ke luftu për kujshi. Për vend tonë ke luftu. Çka po do tash? Ka rrik? Ja. Shkona. unë dole në gjasja ka dhe në Kosovës, tjetër është plagos në Kosharë. Respekt. Megjithatë, Po se nuk jap llogaritë ju. Nuk po arsyetohen para juve. Thjesht po tregoj cili jam unë, se pava shumë komente në një portal dhe të tjerët se kush është ky, ku ka qenë ky, çka ka bërë ky. Po, unë kam bërë gjithçka që kam mund për vendin. Si ton tjetër. Gatshëm bëj gjithçka për vendin. Si ton tjetër. Një djalë kam edhe atë ja falja dheut me që nevoja. Si ton tjetër. Edhe vetë jam i gatshëm në çdo ku deri në frymën time të fundit. Unë nuk Si fliqi. ton tjetër. Unë nuk shaj. Unë
Po ju them, O Klysh Zagari, qa e ka bon o Klysh Zagari? Nuk është me fy mi thonë o Klysh, o Zagar, o Zagarisa. Nuk o kjo e shane, ofendune. O Klysh Zagari. Na shtat vjen kjo video në dorë edhe ma kthe përgjigjen. kështu. Po më vjen dorë kur ju dëgjoj se si shani e fyën. Po më vjen mu marrë për Po doket. të martuara, nëna, e Po madhe, doket. kujt janë, në mënyrën, çka doni të më bëni ju më zonja, më Zagarisa, kur më shani ashtu në mënyrë banale, vërtet çka mendoni që mund të më bëni ju mu, ose çka dëshironi të bëni me mua? O kjo është e dorpshme. Shqiptarët kanë një kod moral. Atëherë ju nuk jeni shqiptarë se s'keni asnjë kod. Shani, fyeni, vllesni. Shqiptarët e kanë një kod shumë e vërtet është, ama ti s'pas ke kod. Ti s'pas ke kur far kodi. Ty jo kodi, po ty të pas ka hup edhe pini edhe puki. O Klysh Zagari. O Klysh Zagari. Shpifni. Dorp të keni. Dorp. Shikoni, në muajin gusht jam në Kosovë. Nuk rri brenda, tërkohën jam jashtë. Cili do nga ju që ka dëshirë të më takon, mund të më takoni. Mi thoni në sy ato që keni për të më thënë. Po ju siguroj askuj nuk do t'ja hapi gojën deri te vesh, pavarësisht që e meritoni, pavarësisht që mundem. Ka dalë o Klysh Zagari, mos e gjëna fort, o Klysh Zagari. Ka dalë o burë, mos e smerë kush me ty, o Klysh Zagari. Reciprocitet. O Klysh Zagari, kuj si intereson për ty? Masi dole me kitë gjukë kështu, për bes kush 5 pare se ja për ty, o Klysh Zagari. Kuj si intereson, na vjen, na shkon, na rrin, na bon, na qa bona, 5 pare se jep. Ti dil e ha, sot munësh atë, ofendos sot munësh atë, se kush 5 pare për ty typin i dhashtë. S'do ta bëj. Unë punoj në New York me ndershmëri më të madhe të mundshme, sepse kam mision që fëmijët e mi. Po ti të pas harroj zore me kallzu që po punon në New York? Po do me tregu që jenë Amerikë? A Klysh Zagaria? Po shta ke dala, monit kohët. Pe Amerikë ke orë me marrë ven në akë. Këtu të kallzon kush je o Klysh Zagari. Këtu të kallzon kush je. E për shka ke orë, o Klysh je o një Zagarit. Bëhen zotë e vendit dhe një ditë ta mbrojnë atë dheun e tyre nga kudo që janë. Jo, je ka mëson fëmijë shumë mirë, bravo të qoftë. Lumë ata fëmijë çfarë Zagari pas kanë, çfarë Bob Zagari pas kanë. Je ka mëson fëmijë, bravo të qoftë, respekt. Nuk e di qysh nuk vjen turp kur të dëgjojnë këtë video fëmija juaj. Jo videon time, pa tonën që ti ke fol. Duft me tarë turp me dalë me po këtë video. Se fëmijë jetë ka me vetë, Bob, qa ke boti? Badjava nuk po të thojnë. Qa do me thonë? O Klysh Zagari jonë. Po punojnë në drejtim dhe po e bëjt dhe po në ka sukses. Se fëmijët e mi janë kolegjet më të forta në nivel botëror sot. Vajza ime shko... Po respekt. Ke qëllu në Amerikë, atje shkojnë në Amerikë. Këtu të mitë shkojnë në Oslo. E qka? Ku a problemi? Ku a problemi o Klysh Zagari? Ku na pishet fore, ku na pishet men? O Klysh Zagari jonë. Qa po të me thonë me këta ti? Ku na pishet men këto? Ti ju shet atje në Jurik, po jo neve. Ju shet në Pej, po jo neve. Ju shet në Gjakov, po jo neve. Se po të njohëm kush jemo. Dole të regojmë a gjëplakun tënë. O Zagar. Ka një shkollë me djalin e Donald Trumpit. Pra ju rrasni atje për vetë të nisat mundin. Këtu po të kallëzën se kush e çfarë shkolle po shkoj ka. Respekt. Nëna ime është shqiptare, ka lind luftetar të lirisë, nuk ka lind Zagar që lehin e shajnë e fyjnë nënat e të tjerë. Allahe, ma Zagar se ti s'paska, ma Klysh Zagar se ti s'paska. Ta marros zoti ftyrë me fyjnë nëna shqiptare, ashiqare. Turpit mi loft. Dhe o mrena mos lasht. Qëtës për thëmë, o Klysh Zagari. Unë jam njëri për Që shfarë servili, që? Që la ftyrën. Me mri serbet asnjëherë.
Ftyrët Kardon. Ka pas burra jo, ka pas arma jo. Mund të kenë mëri atje ku s'po du ta them, po që ju keni kuptoni. Nuk po du që them. Po ndalen i gërmazin se e shkyet e fleqet tokën e fleqet. Të keni turp. Po ju zonja, si mund t'ju... E pas ke meritu, o lysh zagari jon, maj miri, për zagarve. E pas ke meritu. Pas kanë dit ata që pas kanë ofenduar, pas kanë shoh. Po në prap nuk jom, prap i thom, prap boj thirrje, mos shani, mos ofendoni. As këtë video që këmë bone, ju luta mi që dashur, mos shani, mos ofendoni. Nuk ka nevoj. A pelipke. Amo nuk bon mish me hinë thes me këtë klysh zagare. Une thjesht po bëj reciprocitet. As ma shumë, as ma pak. O klysh zagare jonë. Ju sheni fëmijët tuaj, si mund t'i bëni gjithë ato sharje, fyrje, e t'u lexon burri juaj ato sharje, fëmija juaj. Stop. Po fyrjet tuja që ti pi bon, kur ti she gruja jote, kur ti she nona jote, kur ti she fëmija juaj, qika jote, qka? Korrigjo vetën, mas pare, tani s'el modikon. O klysh zagari jonë. Njerëzit tuaj, pa keni ftyrë, a jeni nëna, a jeni shqiptare, turp të keni, po si do një të më shkërdheni mua që më shanja shumë, me qka, si? Edhe si do një... Shumë ka laj, qojnë Gjakov, me respekt për Gjakovën, po me të fjallë popullore. Së problema e punë heq, nëse e meriton, edhe atjes qojnë. Mësë më rakos për atë punë. Ktheheni prap të shtriheni me burrat tuaj, deri sa mu më shani tërkohen. Turp të keni, turp. A gëzoni ta bëni ADN, vërtet ta kuptoni se kush jeni. Shkoni marrë bëni ADN, unë paguaj për ADN tuaj. Sa e përket për ADN, ti the që do vishin gusht, unë e kom porosit para teje, kër e pash video në fillim e kom porosit në Gjakov. Shko bone se fakturën e pagujune nga Oslo. Veç shko bone amonit koft. Apo pyte nonën tonë. Pa ma mirë, shko, merri dhe bëni dënan, unë e paguj fakturën, pa problem. O klysh zagari jonë. O ta marrë zoti ftyrën. Edhe ne kemi pare me paguë. Edhe në ta paguj. E kom porosit datën, mas i po vishen gusht, shko në Gjakov bëne dënan. Adën. Kështë thënë dikun se po ke qenë që 20 vjetë, edhe unë kam mendu se këtë Fliqani, Albin Kurti, Byn, nuk e kam ditur që kjo është në anën e kundër të kombit. Nuk e kam ditë që unë asun se kam marrë me men që kjo është tradhtar. Ja shoh veprimet, unë nuk ka barë si ju. Jo barë, për t'i bëngë që kashtë. Ku ke o klysh zagari, edhe njerë po të thëmë, kur Albini e këthej 17%, e Ramushi theke, Sërb e Rus, ku ke o klysh zagari, ku ke, kalzoj e poplet, ku ke po të ripërsëris dhe nere, o klysh zagari, kur Ramushi jep ke po të pik qefi i falki ka 5 milionit shtetit, pare tona, ku ke o klysh zagari, ku ke, ku ke o trim zagari, ku ke, ku ke kur Ramush Radini i falki ka 200.000 euro për budgetër, për shteta, për rezerva shtetërore, ka 200.000 euro për filma. Ku ke o zagar, klysh? O klysh zagari, qysh dush? Ku ke? Pse s'dole me këtë gju për Ramushin, o klysh zagari, kur nga hiqi 8.200 hektar për një copë karrike, o klysh zagari, ku ke ti? Kalla është me dalë me akuzu, o klysh zagari jonë. Unë të përshëndes nga Oslo, klysh zagari, të tërherë kur dash me bo video, me ofendue, për një karrik që s'ke mujt me fitu, me dalë me ofendu gjithë këtë popull, turpit më loftë. Mirë ata që të kanë babë, mirë ata që të kanë vlla, motër, qka të gjitha mirë ata që të kanë, se me të vërtet, ko ke klysh zagari, pikë. Mirë të dashur, kjo është e video për sot,
inshallah nuk bojna kur si vidi më. Inshallah nuk na dalin motociklisht zagara si kur ky. Kështu që unë i përshëndes miq të dashur nga Oslo. Për fund miq, të shijojmë pak këtë farë natyre këtu, sepse me të vërtet na ka bo helm. Ky klish zagari, ky Amerikani, ky pelama që kaq miq. Zoti i rujt, mirë pofshëm, videot e tjera.